Mirë mëngjes ti. Përshëndetje zonë. Anon, unë kam pensionin invalid të 210.000 lek. Po. Në kanë dhënë vetëm 6.000 lek. Në vend se jemi invalid, në japin një qikë më shumë, në kanë dhënë 6.000 lek. Por të marrë e keni marrë. Me ato që ju më thatë, duhet ta përfitoni 6.000 lek që në vjetër dhe besoj e keni përfituar, e keni marrë. 6.000 lek po që është ajo 6.000 lek o bjerë në i në mund punë, nuk kemi nga më vjen mirë që nuk ka pas në i përjashtim tek ju, sepse është të 300.000 lek të vjetra i tavani, ju thoni 200 ca merni, edhe e keni marrë më vjen mirë. Dhe së dyti që thoni pse 6.000 lek, vendimi qeverisë. Qeveria ka vendosur që... E ka gabim shumë. Pensionet e invaliditetit, shtesa tjetë vetëm 6.000 lek të vjetra. Jemi smun punë o bjerë, nuk jemi smun shpi. Jo, ju kuptoj, ju kuptoj. Mirë të që nëna. Ditë në mirë, ditë në barë, inshallah. Faleminderit, ju përshëndes. Ju përshëndes për telefonatën, me shumë bujtë konkret, me ata që e kanë marë pensionin, në faktën a thonë, e mora shtesën apo nuk e mora, ose sa mora, sepse ata që janë në limitet e tavanit, ndoshta edhe nuk e marrin të plot, kuptojmë gjithë shka në fakt edhe thjesht duke biseduar së bashku. Urdhëroni, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, përshëndetje. Pastaj, janë gati 5 kategori që i kanë darë qeveria dhe shtesa e përmuajshme është, po e themi, 18.000 lek të vjetra, 8.000 lek, 10.000 lek, 7.000 lek dhe 6.000 lek. Kjo me të vjetra, me gjithse për i vërtetës nuk pëlqen fare të flasë kështu me të vjetra, sepse përshëndetje. Po ndoshtë është pak me thjesht në një komunikim të përditshëm. Mirë mëngjes, sepse nëse she edhe kartë monedhen nuk është të thuhet 6.000 lek të vjetra po të reja. Ato 6.000 lek janë 600 lek, eksaktësisht, por mirë mëngjes. Përshëndetje, unë i pak zërin e televizorit, unë kuptoj që kam i bisedë, po nuk po dëgjoj, nuk di nëse po flet apo jo. Po e themi telefonata. Mirë mëngjes ti. Mirë mëngjes, përshëndetje. Alo, mëngjes. Ju dëgjoj me vëmendje, më thuaj. Përshëndetje. Mendimi juaj, ju dëgjoj, më thuaj. Kam dalë në pension në vitin 2000. Kam dalë në pension në vitin 2020. 2020, mhm. Pension pleqërie. Po? Dhe marë 270.000 lek. Se nuk e marrë këtë shtesën e pensionit? Nuk e merë? Nuk e marrë. E vajta për të marrë në janaj, nuk ishte futur në janaj. Nuk ishte futur. Po besoj, nuk di, ndoshta edhe nga vitet e punës, nëse nuk i keni vitet e plota të punës, mund të përfshiheni tek ai pensioni urban i pjesshëm. Po? Sa vite pune? Pension pleqërie në kam punuar në dëmarrje në shtet. A, kuptoj. Po me sa vite? 39 vjet. 39. 2020. Po. 39. E kuptoj, zotëri, e sigurt që do kesh le të themi e sigurt që do kesh kaluar këtë tavanin. Më kuptoni, jo 220.000 lekë, no 180.000 lekë. Urdhë? 270. 270.000 marrun pension. Po pra. Po, si mund të konsiderohet pensioni juaj, nëse mund të më thoni, urbani plot, pension qyteti me vitet plotat punës, me 39 vite besoj plot. Në qytet me vite... Në qytet me vitet plotat punës. Pensioni plot, pension pleqërie me vitet punët... Duhet ta përfitoje, sepse 270 i tavani është 400.000, me që thoni dhe vitet punës 39 në 2020, po, ashtu mund të konsideroj me vitet plotat punës. Duhet ta përfitoni, po është një nga këto kleçkat që ne po i diskutojmë këto ditë. Faleminderit, ja ju nuk e keni marrë. Po, zgjidhë kjo kleçka? Po, shiko, bën një rivlerësim ose edhe një kërkesë tjetër atje tek sigurimet shoqërore. Ta rishojnë njerëz, se ndoshta edhe bëjnë gabime, më herë parë ata që llogarisin etj etj. Këtë sugjeronte edhe zoti Hoxha, cilin e përshëndes, zoti Kujtim Hoxha. Bëni një lloj ankese, një lloj rivlerësimi etj etj, edhe nëse mendoni kështu. Të falenderoj të përshëndes për telefonatën, marr një tjetër bisedë shumë shkurtimisht në këto momente, nëse e kam një komunikim apo do të kalojmë në shqiptarja.com. Mirë mëngjes një herë.